Ju përshëndesme, selamu alaikum dhe shpresoj e besoj që dy pjesët e para të programit jeni ndarë të kënaqur me shtjellimin e temave ose përmbajtjes së këtij emisioni që është i fokusuar kryesisht tek zemra. Ndërsa pjesa e tretë e programit e kemi titulluar ta çojmë edhe të çojmë edhe të bëjmë seçde është do të thotë pjesa e tretë e programit, kështu që ne pa humbur kohë do ta kalojmë fjalën tek profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, i cili është në këtë transmetim të drejtë për drejtë sonte në valët e radios Dituria Islame si çdo të martë. Doktor, fjala për ju. Përveç na kënaqë edhe me ai që po silla rreth tematikës së njëjtë, edhe kështu kompilohet edhe kuptohet më së miri, a dhe në ligjërata apo tema nuk harron xhamati edhe populli, e sidomos edhe ligjëratat e xhumave, që e ligjërat që ka lexohet me mujt pastaj edhe ajetet me lexuar në namaz, sipas ligjëratës bëhet të kompletohet ligjërata. E faleminderit shumë Allahu trojt. Shikues të nderuar, mirë se vini përsëri në pjesën e tretë të emisionit Jeta me Kur'an. Jemi duke u lumtur për zemër të pastër. Pjesën e parë folëm diçka definicioni e zemrës së pastër. Pjesën e dytë, po çfarë besimi kanë ata zemra të pastërta? Dhe pjesën e tretë tani se si na ta ruajmë këtë zemër të pastër dhe besim të plotë. Ajetin që e keni parasysh, edhe ka shumë ajete të tjera, na flet për hallin dhe gjendjen e pejgamberëve të hershëm. Çka kanë bë ata? Çfarë kanë bë që Allahu i ka ngrit rolin dhe vlerën e tyre dhe janë afruar te Allahu xhaleshano dhe janë bërë të dashurit e Allahut. Çfarë kanë bë ata pejgamber? Pse janë bën njerëz të bekuar? Pse ata e kanë merituar dhuntin nimetet e Allahu xhaleshano? E që na për çdo ditë namaz lutemi, ihdina siratal mustaqim, o Zot, na udhëzon neve në rrugë të drejtë. Pyetja tani shtrohet, çfarë është ajo rruga e drejtë? Çfarë siratal mustaqim? Siratal ladhina an'amta alehim. Ajo rruga e drejtë është ajo rrugë e cila çka ja Allah i ki begatu dhe i pejgambert. Që i ki begatu pejgambert me atë udhëzimin tënd, me mëshirën tënde, me librat e tua, që atë rrugën e atyre do thotë na udhëzon neve. Ulaika alladhina hadahumullah, ata janë të cilët Allah i ka udhëzuar, wa bihudahum iqtadi. Edhe me udhëzimin e tyre ti ec përpara, shko pas tyre. E tani ta lexojmë këtë ajet që kemi nga surat Maryam, parasysh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العظيم. Surët Maryam, ajeti 58. Ja që në përkthim, në kam përkthyer këta që i përmenda më herët emrat e pejgamberëve në surët Maryam, Hazreti Ismaili, Hazreti Isa, Hazreti Maryemi, Zakaria, po ata pejgamber të cilëve Perëndia udhëroi dhuntit. U ka dhënë shumë. Pi atyre pejgamberëve ata janë pasardhësit e Ademit alayhis salam. Ademi baba i tërë njerëzimit dhe i pejgamberëve. Dhe atyre që ne i patëm ngarkuar manije me Nuhun, nga pasardhësit e Ibrahimit dhe të babës së tij, Israilit, dhe më thënë Jakubit, Hazreti Jakubit, babës së Ibrahimit. Po,
Jo, Hazreti Jakubi janë baba Hazreti Jusufit. Po, jo baba Hazreti Ibrahimit, falni. Pasardhësit e Ibrahimit dhe të Israelit, domethënë të Hazreti Jakubit, që ne i patëm udhëzuar dhe i patëm zgjedhur. Allahu i ka zgjedhur pejgamber dhe i ka udhëzuar ata. Çka kanë bërë këta? Këtu tani është qëllimi. Se konteksti s'po mund më kuptoj ajeti, kur atyre t'ju lexohen ajetet e Perëndis, Allahu xhaleshanuhu, ata bien me fytyrë në tokë dhe bëjnë sejdë dhe çajin. Kur atyre lexohen ajetet e Kuranit, ata më njëherë preken të zemrat të dridhen dhe qohen dhe bëjnë sejdë dhe çajin. E cilësia e çamjes apo të çarit, është do thot cilësi e pejgamberëve që shumë pejgamber e kanë pas këtë zakon apo këtë veti. Dhe Allahu xhaleshanuhu e ka përmend në Kur'an, shumë e ka përmend. Innama yu'minu bi ayatina, surat Sajda, me të vërtet beson në ajetet tona ata cilët kur u përmendet Allahu, idha dhukiru biha, kharru sujada, me njëherë shkojnë bëjnë sejdë, wa sabbahu bihamdi rabbihim, dhe e madhrejnë Allahun xhaleshanuhu, wa hum la yastakbirun, dhe nuk bën mendje mëdhenj. Prandaj, mi ndëgju ajetet e Kur'anit, dhe pastaj më uqu me njëherë me ra në tokë, me e thyje këtë inat apo këtë mendje madhësi tënde që e ki në zemër, dhe më treguti dobësinë tënde para madhnisë Allahu xhaleshanu, dhe më përull dhe fytyrën tënde më të shtrenjtë dhe më të mirë që e ki në tokë, vetëm për Allahun në nshtrohe. Kjo është ai kulminacion që tani duhet çdo kush nga ne do thot me luftu dhe me ardhat. Kjo veti ka qenë veti e tërë pejgamberëve që nga Ademi alayhis salam, që Allahu xhaleshanu i ka begatu ata, i ka dhënë dhuntit e tia, që ata të gjithë, me Hazreti Jakubin, me Hazreti Isën, me Hazreti Jusufin, me krejt, kur ata i kanë dëgjuar ajetet e Allahut, me njëherë kanë rënë në sejdë, dhe kur kanë rënë në sejdë, e kanë tregu dobësinë e tyre para madhnisë Allahut, ata dhe pastaj dhe kanë qajt, dhe duke qajt. E mu këtu tani na duhet pak më nal, edhe me ushtru veten dhe zemrat tona, që na të vajtojmë pej madhnisë Allahu xhaleshanuhu, prej frikës Allahu xhaleshanuhu, kur përmenden ajetet e tija, fjalët e tija, kur ajetet lasin për xhehenemin dhe dënimin e xhehenem, sa unë dridhem në namaz, sa unë frikohem në namaz. Kur ajetet lasin për madhinë Allahu xhaleshanuhu, që është krijuesi i gjithësisë, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu është krijuesi çdo gjëje. Unë sa integrohem, sa mishrohem me këtë ajet dhe me këtë realitet, sa ndikon në zemrën time ky ajet koranor. Po s'po ndikon, tani unë pak e kuptova, po më njëherë në sejdë. Edhe kur bi në sejdë, rrini këtë gatë. Zgjate ndaljen në sejdë. Mos e çoj kryt për një herë. Dhe këso lloj veprimi këtu bëjnë në namazet nafile kur falemi na këtu në Arabi, në Katar, në Medinë, në Mekë, çdo kund, namaz nafile të natës, po zgjatet sejdja. Po edhe lutemi Allahu xhaleshanuhu për gjunat tona, edhe çajm. Prandaj kështu do të thotë fillon trajnimi i zemrës, duke u drill, duke rarë në sejdë, duke qajt, atërshtu zemra shtrydhet nga ato gjinat dhe pastrohet dhe ngritet lart. Kështu është ajo metoda cilë dietar neve na kanë mësuar. Edhe kështu janë ato ajetet Kur'anit që na flasin, që na gjithmonë namaz nafile. Po, minajt gati, sejdëve, faljes, dhe me thonë, qëllimi është edhe faljes, edhe frikës Allahu xhaleshanu, minajt gati shumë, edhe jo formalisht, shpejt e shpejt, po, mi lezu ajetet me kuptim, dhe me vedije, kështu që mu prejk pak, mu ndikua pozitivisht. Jo mu kon, aj hafuz,
si para namazit, si mas namazit. Jo me qenë aj haxhi, si para namazit, si mas namazit. A kemi bo këtë pyetje ndonjëherë? Koshte mujtën më qenë një trajner i mirë apo një sportist i mirë, po si me trajnu tash për një sport që ka futbol, fjala apo vjen, 2-3 muaj, nuk është i njëjtë si para trajnimit, si pas trajnimit. Para trajnimit është tjetër personalitet, pas trajnimit është tjetër personalitet. Pritet më kënë ma i mirë. Edhe kështu kërkohet nga ne. E halli muslimanëve na, kur po vjen në fabrika, koha namazit, kur po vjen këta kohë, terminet tona me Allahun xhaleshanu, po, na këtu, vetëm që s'po mundemi çka mi hekrec, me mujt, hajtë si fali natë. Hajtë si fali kaza krejt. Sa ma shpejt, edhe sa ma pak kuptim. Sa ma pak, të me thonë, mendim të dëbur. Nuk jemi duke bo të ajete, çka për lezim. Dhe bo me pyet imamin. Provon, apo haxhin. Çka lexove sot namaz drekës, recatën e parë, 2? Ditë me të kallëzon që. Pyet në hafuzin. Apo haxhin apo jo. Çka ki lexo për namaz farzën e drekës, ti imam je ko? 90% s'kan me ditë përgjigje. 10% ndoshta çfarë sure kanë lexuar. Pse? Në ka preokupuar kjo dynja, shejtani kjo dynja, në ka fut zemra edhe nuk jem gjendje me kuptu para 3 minutave çka lexon. Me të vërtetë kjo është një fenomen shumë negativ. Pse pastaj? A pe dini o vllazë tash puna zemrës që po të elaborojmë këtu në këtë klinikën ajeteve të Kuranit? Pse namazi po thotë etika e namazit, po inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi nëse falet në këtë mënyrë, me frikë, e me dridhje të zemrës, e duke qajt, e duke bërë sejdë, patjetër ka menal robin nga gjunahet dhe ka mëkatet. Patjetër. E na po falim namaz, 5 herë në ditë. E knena gjunahet, so punë mu largu. Nuk o punë mu largu. Thashe thamet, gibeti për tjetër kanë, gjunatin të lloj-llojshme, 20 e din, se cili din çka ka bën. Po pse namazi s'po ndikon? Dobësia me namaz, problemi me namaz. Leximi i Kuranit pa vetdije, pa kuptim. Po. Pejgamberi të hershëm, si janë bën njerëz? Pleqtë na thënë njerëz të emrin, njerëz të emrin, njerëz të afërt të Allahu xhaleshanu, sahabët, pastaj pejgamberi alayhis salam, që është fal ton natën, këtë mënyrë. Me nafile, e me dua, e me sejdë, e duke qajt. Saad ibn Abi Waqqas, se s'ka bëj Saad ibn Abi Waqqas, ka thënë ja Rasulullah, po du me ty më kon xhennet. Po ka thënë të Saad Brahan, ndihmo mua. Çysh me ndihmo ja Rasulullah? Ka thënë bën sejdë sa të mosh. Inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bën sejdë, fal namaz. Inshallah do t'jesh me mua në xhennet. E këtë ajet tani, unë po du më qenë shembull ideal. Kush është ideali jam? Ideali jam me pejgambert. Ta janë njerëz të Allahu xhaleshanu. Çka Allahu i ka zgjedh. Ulaika alladhina hadahum Allah. Ata të cilët Allahu që i ka udhëzuar, wa bihudahum iqtadi. Edhe me udhëzimin e tyre udhëzo, hec. Sa herë që ka pas pejgamberi alayhis salam probleme, sa herë që ka pas kritika nga miqtë e tij, do thotë nga farefisi i tij në Mekë, nga mushrikt, nga Quraysh, gjithmonë ka ardhur çka u ngushtua, mirë pa Allah i ka thënë wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Jem të ditë që shumë ata janë ka mundojnë me fjalë të rënda, me akuza të rënda, fasabbih bihamdi rabbik. Falendero Allahun xhaleshanu, wa kun min as-sajidin. Shko bën sejdë, fal namaz. Këtu është ai qelsi, do thotë zbukuria e imanit, kur na do thotë lidhemi me Allahun, zemrat tona përpunohen, do të fillojmë më shërua, më rrotuar, më friguar. Pastaj syt fillojmë edhe me lutua, pastaj edhe në namaz, e atër keni me pas se çfarë
do të bëhet ky njeri. Ka më ndryshuar pozitivisht, do thot një përqindje të madhe jetën e tij, qof familje, qof në shoqëri, qof në punë, kudo që të jetë. I lutemi Allahu xhaleshanuhu me na ndihmojë gjithëve që na ta kemi zemrën e pastër, të sinqert, pa bidate, pa vezvese, pa mendime të këqija. I lutemi Allahu xhaleshanuhu që na sa herë ndëgjojmë ajetet e Kuranit, këshillat që zemrat tona të frigohen, të rrotullohen në përgjoksat tona, dhe të ndalemi, edhe pse nuk e du ndoshta këtë hoxh e këtë haxhi, po fjalën që e ka fol mirë. E ka fol pi Kuranit, kjo më intereson. Po, edhe i lutem me Allahu xhaleshanuhu pasi që ti ndëgjojmë këtë fjalë, edhe kur vim pastaj në shtëpi edhe në namaz, na kur lidhemi me Allahun, o Zot, ihdina siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë, siratal ladhina an'amta alehim, në rrugën atyre të cilëve ti je ko i kënaqur, i ke bekuar ata pejgambert, ghayril maghdubi alehim waladdallin. E jo Allah mos e mlemo në rrugën atyre të cilët ti je i dhënuar dhe janë të humbur, mos e mlemo ata. Shpëto mua në namaz 5 herë po lutesh, ihdina siratal mustaqim. Dhe kur lutesh, edhe atëherë gjatë bërjes së sejdave, sidomos natën nafile, kur nuk është kur askush, je dikun vetmi, qaj për hallet e tua, për gjunat e tua, lutje Allahu xhaleshanuhu për me të ndihmue, e në ato momente kur ti ndin ndjenjat të thella në zemër, atëherë dije që Allahu xhaleshanuhu ta ka bëduan ka bo dhe lutjen ta ka bo ka. Besoj që se si të punojmë me këta ajete, pas këtij sqarimit nuk është vështirë. Të provojmë 1 herë, e 2 herë, e 3 herë, dhe duhet me vazhdu. Trajnimi ynë se si të punojmë me ajete kuranore, e lyp vazhdimin. 1 herë, 2 herë, derisa të jemi gjallë. Ju falenderoj për mirëndëgjim, dhe inshallah shihemi në emisione tjera tona të ardhshme. Alhamdulillah rabbil alamin. Dhe kështu erdhëm në fund të pjesës së tretë. Tani po kalojmë pak në disa 3-4 pyetje dhe edhe ju ta keni kohën e lirë. Faleminderit për ndëgjim. Selam aleikum. Selam, faleminderit shumë doktor për edhe këtë pjesë të tretë të programit. E ne tashmë i hapim pra linjat e thirrjeve për të dëgjuesit. Sigurisht do të kemi një kohë pak të kufizuar për të marrë pyetje, por disa pyetje interesante dhe të rëndësishme do t'ja vlente që t'i merrnim. Ne në inkuadrim e kemi telefonatën. Aleikum selam, mirë se erdhët, përshëndetje. Deshta t'i drejtohem profesorit me një pyetje nëse ka mundësi. Po ju dëgjojmë. I nderuar Mehmet Sjarina, faleminderit që keni thirrur. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Ju përshëndes. Hoqë vendi, unë ma qef kom e tirë hoqë se sa profesor nëse ty shpengon kjo. Para disa jave e fole një ajet në surën Mulk kujtoj, aty e thot se atë kur përmendet Allahu, aty në ju dridhet zemra ose ju del loti, edhe mund këta jam besimtarët. Tash, unë kisha më të bo një pyetje. A thuj, qka do t'jenë gjendja jonë kur neve nashta e lexojmë Kuranin, ja falemi namazin, ose këtë, e po nuk na dridhe zemra, ose nuk del loti. A thuj, mos edhe na e kemi besimin e humbën, apo jo? Falenderit, pyetje e madhe kjo. Në shenjat mira brajibre. Nuk janë shenjat mira edhe nuk qajmë, edhe nuk na del loti, edhe i lexojmë Koranin. Nuk janë isharetet mira. Po. Nuk janë isharetet mira. Si do t'jenë gjendja përmirësimi jonë në ato raste, për shembull? Jo tash ka të bëjë me shumë arsye. Këtu ka shumë arsye, po një prej atyre ka njëherë trajnimi i parë, trajnimi i dytë nuk ndikon.
do mos të qamja para madhnisë Allahu xhaleshanu dhe për gjunat e tija. Çdo kush nga ne e ka listën e tij të gjunave. E ka atë shiritën e videos kajt e din. Nëse krejt bile diçka i kujtohet. E kur ti kujtohet atij se çka ka bën, dhe Allahu xhaleshanu madhninë e tij, çysh i ka mblu ato gjunat, çysh Allahu xhaleshanu se ka dënuar, s'ja ka quna i dënim të madh, s'ja ka quna në dënim, do të thonë me lanë tërë jetën runa Zot, sakat apo diçka tjetër, po Allahu o tregoi mëshirshëm dhe ka mëshiruar këtë rob, edhe pse ka bërë shumë gjuna, që do thashti ky rob, ky musliman, duhet pak më turpruar për vetes, bre me thonë, ja Allah, dhul xhelal, sa i mëshirshëm je, sa i madh je, sa i fuqishëm je, e çysh e ke mëshiruar këtë rob, këtë rob zaif. Këtë njeri, unë nuk di se si më të falenderuar. La ilaha illallah, o Zot ti je vetëm një. Falenderoj me mishë e me shpirt. Me ato metoda që të thotë si është ma mirë. O Zot, falmi. Do të thotë afrom ka ti. Një herë, dy herë komunikon, bisedon me Allahun xhaleshanu. Dhe ky komunikim, kjo bisedë nuk kryhet për një herë. Lyp kohë haxhi. Lyp kohë. Si çdo profesion tjetër. Nuk është lehtë për më arrit në shkallën, i thënë gjuhën arabe, ata mekamat, el arifin, ata mekamet në ato shkallët aty në cilëve e njohin Zotin. Se ka besimi në shkallë, ndoshta ne jemi në shkallën më të fundit, e me ata besimet atyre njerëzve që njohin Allahun dhe frigohen prej tij dhe çan nga madhnia Allahu xhaleshanu. Hazreti Umeri radhiyallahu anhu ka pas 2 vija të zeza për mi faqe çto. Pilotëve duke qajt vetë. Këtë e kanë di. Si lumej, është bon të CV, të qajt, që ka qajt për Allah, të sahabe tjerë, e djetarë tjerë. Prandaj, me njëherë nuk vjen kjo, duhet mu trajnu. Zemra fort në problematike shumë, si fati jahudive, si fati Beni Israelve, Koran është përmendur. E kur nuk dikohet zemra, ku thot dikush tut ju Zotit bre. Kjo haram o bre. Nalo mo. Nalo prej qytyn e fjalëve, nalo prej qytyn e mendimeve. Po, kur nuk ndalet njeriu, atëherë ka zemrën e fortë. E duhet mu kthit ato ligjëratat më hershme që kemi përmend, po me përmend Allahun xhaleshanu shumë, dhikr me bë shumë. Dua me bë shumë, vepra të mira me bë shumë, po edhe nëse hiç aty si pikën syt lot, atëherë ky njeriu njeri i veçantë. Është rast e rallë, special case, këtë në anglisht, atëherë s'ka gajle. Allahu xhaleshanu ato e falë dhe nuk ka problem. A normal, duhet syt me lutuar. Duhet zemra udhëria. Normal, kështu vëllai të gjithë vetë besimtarë. Edhe dietarët, edhe xhallarët, edhe haxhilerët, edhe të rritë, edhe të rinjtë, duhet më ul. Po kjo duhet pak dikon vetmi kur je. Po, jo më bë artist para publikut. Mirë po në njerë vjetë në ratë për më të shajt, publikisht. Jo që ti artist, jo me bë përsye faqe. Përmendot pejgamberi alayhis salam, po, dashuria e pejgamberit alayhis salam, salavatet, sa herë salavat çon për pejgamberin alayhis salam. Çka ki voti për sunetet e pejgamberit alayhis salam? Çfarë kontributi ke dhënë ti për me mbrojt, për me dash Resulullahin? Sa libra i ke botuar ti për sunetin e pejgamberit alayhis salam? Sa hadithe i ke mësuar për mend tek për pejgamberin alayhis salam? Ai ke lexuar biografinë e pejgamberit alayhis salam? Kur si ke bëu çta gjëra, duhet mu turprua, ja Rasulullah, çush do të dal nesër para thyrës tënde ditën e Kiametit, unë shumë i dopt, unë s'gjë s'kum bë për sunetin tënd. Kur bisedojmë se lloj bisedimesh, atëherë kjo e vret njeriu në zemër dhe në kokë. E kështu duhet më trajnuar edukimin shpirtëror. Ja gji shumë pika shkurtër se s'po pak edhe shumë më bojuar, po për çdo rast diçka din e përmendim dhe i shtojmë atë. Ju faleminderit. Allahun
Allah në ndihmoft. Amin. Doktor, do të vazhdojmë me një pyetje që ka ardhur me shkrim, në fakt është ndame në 2 pjesë si pyetje. Thotë kam dëgjuar në njërin prej namazeve të natës gjatë muajit të Ramazan, thotë një prej imamëve thotë e cekte që edhe nëse nuk ju vjen me kajt, duhet bëheni si që po kani. A i bie që duhet t'jemi mashtrues edhe të qajmë falsa? Është pyetja parë që ka dërguar dëgjuesi. Se këtë hadith të thotë që ka është transmetuar nga gjeneratat e hershme, se pasi që vanun pak fillim na pak për probleme teknike, na bone pak presion psiqik për mos ta zgjatim shumë. Ashtu është, nuk ka qamje falso apo do me thonë hipokrit. Tash krejt xhamia po të krejt xhamia po vajtojnë. Taravi apo nafile. E ti tash e na qirtu si njeri i ngrim, si përmendore, qysh është. Edhe nëse nuk ka është, sinqerisht do është ata që shpokajnë me zemër të dritë që shtu po njën si fëmit, edhe ti nësja kajnë. Bunu kisha që po kanë, ushtroje vetën, qëllimi është me ushtru vetën me trajnu për të mirë. E kjo nuk është fatë, se në i poezia arabe do të shebbehu bil kirami in lem të kunu mithlehum. Jo, nëse nuk je bur i ndershëm, mundo pak më kuj ndershëm si ata ndershmit. Nëse nuk je bur gjymert e bujar shumë, po mundo pak më kuj bujar si ata bura që jenë, do thëtë shumë dorë bujar dhe dorë dhënësa. Mundohu pak, ha? Merje pak disa traditat atyne, disa të mirat atyne. Trajnohu. Por nëse nuk je që kanë shumë, bile pak. Nëse ton vitin niç nuk e ka, bile Ramazan. Taravi jo, o nafile, mas gjysës natës. Atër që atër bili. Ne? Kjo nuk është dhe thë diqka për më frikua, duhet që ashtu me ba. Duhet nëse nuk qanë nuk dhinë zemrë, se ka lejla tipa njerëzish, zemrat i kanë të forta, të ngurta, dhe nuk kanë emocione fare. Nuk dhinë se si me kajtë. Po, ka dhe ashtu fëmik si këti lojt. Runa Zotë të thëtë, sa me bërtit prindi i ti, apo diqka me mjadhez në e flakaresh, apo diqka, nuk kanë. Ka dhe asë njerëz. Ska gajle, nuk ka problem. Po duhet më trajnoha. Nuk më trajnoha, dhe një ditën e ditin, inshallah, do të vjen në atë shkallë që me e shiju ato mbëlsirën e besimit dhe frikës Allahu xhallahu xhallahu. Faleminderit. Po. Faleminderit doktor. Ndërsa pyetja e dytë që vjen nga dëgjuesi që e shtroi këtë pyetje, thotë deshta të ju pyes, thotë nëse një zemër nuk është e fortë në kuptimin e besimit, thot a mund të konsiderohet prej zemrave të vulosura që thot Allahu, apo nuk ka të bëj kjo? Zemrat mund të jenë vulosura, mund të jenë më katran, për gjunahave, pikave të zeza, mund të kenë drymë, do thot, me mendime dhe ideologjina, do thot, të ngulitura në kokë, mund të jenë me drymë. Mirë po, nëse ky njeri tani ka vendos, të dryt, me shkfut, i hek, këtë katran, me pastrua, me grypi zemrës, ky inshallah do të ketë sukses. Vetëm le të vazhdon, vetëm le të starton, dhe ky start është shenjë e pranimit të pendimit të tij. Ky start është sinjal që Allahu ja ka pranua të uben e ti, dhe është është në progres, është duke jetë për para. Për kështu ka thënë gjithë dietarë të mëdhenj. Edhe xhallarët e Arabisë Saudite, shef, xhallarët si Ibn Bazi, e tjerë rahmeti pa shpirti, i kanë pyetur, ka hoxha, qysh me ditë dronë që doat po mban Kabul bre, po bëj ty bestikfar për çdo ditë. E qysh me kuptu vetë që Allah po më bën Kabul. E kjo në përgjigj, nëse shef vetën progres, për çdo ditë je i avancuar, për çdo ditë po hecish përpara,
si në aspektin e namazeve, si në aspektin e gjesteve, veprave, ki përmirësim, dukshëm, je pozitiv, gëzohu, dhe thoj, alhamdulillah, që Allahu ma ka pranua tauben, dhe hec përpara. A nëse nuk ki ndryshim hiç i jetën tënde, atëherë ki nevojë me ripërsërit edhe një herë, me gjykua veten edhe një herë, mu pendua për veprave tua, po edhe me startu në një herë jetë. Allahu na ndihmoj, edhe neve edhe juve, që gjithmonë të jemi vigjilent dhe të jemi të lidhur me Allahun xhaleshanu. Ju faleminderit. Amin. Faleminderit. Doktor, edhe pyetja e fundit që ka arritur ose që e kemi përzgjedhur, me që po tentojmë t'i përzgjedhim të paktën ato pyetje që janë me temën, që kanë të bëjnë për arsye që mos të dalim jashtë temës, sepse mendoj që do të kemi edhe trajtime të tjera ku do t'i bëjmë ato pyetje. Pyetja e radhës thotë, nëse një njeri gjatë namazeve e humb koncentrimin, edhe për ta rikthy koncentrimin i mbyll syt, a mund të quhet si namaz i vlefshëm, sepse unë kur kam dëgjuar diku nga një prej hoxhallarëve të tjerë që ai që i mbyll syt në namaz nuk është namaz i pranuar. Është vërtet namazi. Xhamiat, unë që çetu jam, që xhamin ku po falim çetu në compoundin tim këtë kompleksin edhe ndërtesa ku jemi na, wallahi mi kanë bërë te mihrabi, mi kanë qitë do pllaka, do lula, do sene, besotën te Allahu xhaleshonu shumë ma hop koncentrimin. Nuk di ku me këqyr, mi merr mend, je shumë, edhe hutohem hiç. E shpesh herë në vetë mbyllisit. Vetë mbyllisit shpesh herë do thotë edhe ja kushtoj domethënë vëmendjen leximit të imamit. Nuk prishet namazi. Namazi. Po namazi, aty aty punë për qefit e prishish kur do kur nuk do, aty ka kushte kur prishet, edhe ka kushte kur pranohet, kur rregullohet. E këtë e din, këtë bota, çka e prishin namazin? Po qeshja tepër, po ha në namaz me zon, po prishja abdesit, dalja gjakut, po humbja vetdijes, çeta gjanat e prishin namazin. Ama dikush i ka thënë mbyllja syve, që nuk është vërtet. Nëse nin veten që je ma i koncentruar, mbyllë syt. Po mos e bën shprehje gjithë, ha? Mos e bën gjithmonë. Po çka? Kur është nevoja, për mu koncentrua më mirë, nuk ka gajle. Nuk ka gajle. Sidomos me përcjell leximin, edhe me kuptuar. Dhe do që xhamia tepër mos mi hieshua këtë aspekt me lloj zbukurimi, me lloj lule, me lloj me bën aty, me bën muzeum me bën. Dhe për çet arsye ne jemi me atë mendimin e dietarëve që preferojmë një hiesh mesatare xhamiave, një ngjyrë mesatare. Unë po iki prej hieshjes dynjas, për problemeve dynjas, punës, e kompanisë, mirë po do marr në xhami me gjetat prehjen time, qetësinë time shpirtërore. Xhamia do të pasë ndikim tjetër në një ngjyrë tjetër që ndikon në zemër, po me pas do thotë imazhe tjera, po do një dizajn shumë special për me ndikun zemrat dhe kokën e besimtarit. Dikush i mshirë sytë njerë, s'kon, ke prish namazin, me sa di une, dhe po shprehim ose bën gjithë këtë çështje, po gjithmonë, domethënë, ti jesh me Allahun xhaleshanu, po sa që mend shkojnë andej këndej, nalu te Allahu xhaleshanu. Lexoj kuptimin elhamdulillah, kuptimin e surave të shkurtra, deri se ti mëson përmend kuptimin. Çka do të thonë elhamdulillah, edhe se din arabishtën, ti duhesh me ditë minimum kuptimet minimale, çka po lexon. Kështu do thotë njeriu nga kriza, edhe kështu rregullon zemrën, dal gadal inshallah, dhe afrohet te Allahu xhaleshanu. Nëse që isha i qartë këto gjë, çka dim, është pe Allah, çka nuk dim, dashka diçka është prej neve, kërkojmë falje inshallah, Allah na bën na fal. Mirë, po mundohemi me tregu pa imakun atyre, domethënë mendimit dietarëve, ajeteve të Kuranit, dhe çka kemi mujt vetë me lexua dhe lexojmë akoma përgatitemi, nuk dalim pa përgatitje para publikut, edhe në këto momente kur flasim, po edhe kemi treguar disa herë në legjëratën ndoshta më të hershme, që imamat tona, xhallarët tonë, po pak nuk e marrin këtë çështje
ligjëratat publike me seriozitet dhe dalin pa përgatitur. Dhe më për këtë arsye pastaj aty kur del njeriu pa përgatitur, mirë, pa lexu mirë, pa i radhit ajetet, atëherë dhe aty bëhet një bisedë jo do thot serioze. Ju falenderit, nëse që moderator me se ka që të mbyllim me emisionin. Po. Këto ishin pyetjet sepse kemi qenë gjatë, do të thotë edhe ju jeni lodhur edhe jeni edhe me ngarkimet e ditës, kështu që patjetër për pyetjet të tjera që kanë të bëjnë me tema të tjera ne do t'i ruajmë si pyetje dhe do të kujdesemi që kur ka tema të cilat i përshtaten atyre pyetjeve ne do t'japim përgjigje, prandaj dëgjuesit i ftojmë që të jenë çdo të martën me ne. Doktor, falenderoj shumë për kohën, për mundësinë dhe për këto perla islame të cilat i kaluat së bashku me ne në valët e radios Dituria Islame. Duke të dëshiru një javë të mbar edhe një shëndet të mirë për ju dhe familjen tuaj, ju mirëpres edhe në javën e ardhshme. Amin. Faleminderit moderator, Allahu ju lutë dhe juve, ju përshëndes edhe çogëve dhe kush po na përcjell. Dhe inshallah shihemi në emisionet tona të ardhshme. Selamun alaikum wa rahmatullah. Allahu tamam. Aleikum salam, faleminderit shumë doktor. Të nderuar dëgjues, ishim në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Jeta me Kur'an së bashku me profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, të cilin e falenderojmë edhe një herë për kohën, për trajtimin dhe për ligjëratën e sotme që e patëm së bashku. Njëkohësisht edhe një herë falenderojmë për këto slajdet të cilat ju po i shihni në ekran, të gjithë ju që po na ndiqni në Facebook dhe YouTube janë të punuara nga profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha. Të gjitha këto janë të punuara pra nga doktori, për të cilën gjë e falenderojmë shumë. E ne këtu po e përmbyllim këtë transmetim të sonëm, duke ju përshëndetur përzemërsisht, duke ju falenderuar për kohën dhe mundësinë tuaj që e treguat bashkë me ne këtu në valët e radios Dituria Islame. Ju falenderoj të gjithëve, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamu alejkum, faleminderit shumë, natën e mirë, gjitha të mirat.